Aty ku frymon gjalloria, mikpritja dhe dashuria për tokën, ndodhet fshati Mulleçi Gjakovës. Një vend i qetë por plot jetë, ku çdo mëngjes nis me punën e njerëzve të thjeshtë dhe aromën e tokës së lagur nga vesa. Banorët këtu njihen për shpirtin e tyre bujar, për duart punëtore dhe zemrën e madhe që i hapet çdo musafiri. Në komunën e Gjakovës, mes gjelbrimit dhe kodrave, shtrihet fshati Mulleç, i njohur për pyjet e tij me gështenja, por edhe njerëzit punëtor që jetën e kanë të lidhur ngushtë me tokën. Edhe pse sot rreshjet e shiut e bëjnë ditën më të ftohtë, në këtë vend puna nuk ndalet, ku çdo pikë shiu ushqen tokat, pemët që janë burim kryesor dhe krenarie për banorët e këtij fshati. Pra në Mulleç, puna, tradita, toka janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, ku ecin krah për krah njëra tjetrës, duke ruajtur shpirtin e vërtet të jetës rurale në Gjakovë. Pranvetës kam përfaqësuesin e këtij fshati, Ismet Veseli, ku kemi bashkëbisedu për gjithë fshatin dhe jetën në këtë fshat. Faleminderit shumë për kohën. Me nder qofshi, edhe une ju falenderoj që keni gjithë kohë marrë me bëjnë gjëzime në fshatin Mulleç. Është kënaqësi gjithmonë me ardhë me vizitu fshatrat Kosovës edhe me i pa bukuritë edhe mikpritjen që na i dhuroni ju neve. Po ju njoftoj se fshati Mulleç është një ndër fshatrat më të vjetra të këtij regioni. E këto e argumenton me shumë sende, sepse jemi mjetë vetëm pej gojdhonave, brez pas brezi, se dokument me shkrim nuk po ka. Ajo është një fatkeqësi e popullit tonë që nuk ka shënime se një fshat kaq i vjetër e me gjitha ato të mira, e mos me pas dokument është për të ardhur keq, po. Po na po shkojmë brez mas brezi, siç na kanë thonë brezi para neve, po shkojmë tyje një ka traditë. Po. Fshati Mulleç tash është shumë fshat i vjetër. Këto si dokumente që e tregojnë vjetërsinë e tij është burimi Vrella. Një bukuri që ja ka forë Zoti këtij fshatri që është rradhë në punën e për Kosovë. E dyta, si dokument është xhamia e fshatit, që është e djegën 2 herë prej barbarit serb, edhe ajo një farë dokumenti. E treta, janë lisat në Vareza, që janë të hatashëm, ku të inqizojmë keni me po, që janë të kallëzon që me 100 mijëra vjetë janë ekzistenca e këtij fshati. Ky fshat para lufte ka pas 1200 banor, është bashkësi e fshatit Mulleç, në këtë bashkësi bojnë pjesë Botusha, Nivokazi, Brovina, Mulleçi, Potoki edhe Kosharja. Mirë po, mas lufte Kosharja janë largu prej fshatit edhe Potoki vetëm një familje banon, kurse tjerët janë Mulleç. Fshati Mulleç ka tokë pak, popullsi shumë, edhe për ata është dashur mu shpërngur gjithë. Ka 150 hektar tokë buke, ka 270 hektar pyje. 80% e sipërfaqes pyje është gështenj. Po, e vërtetë, do më thamë fshati Mulleç njihet për gështenjat. Po, e tash para lufte po tregoj ekzistenca e kësaj popullate ka qenë bujqësia, blegtoria, janë marrë do lloje zejesh, gëlqerja është prodhuese, është guri gëlqeror, është prodhu gëlqere, çdo familje ka prodhu. Tash vetëm një familje pranë gëlqere, është prodhu pasula Mulleçit e cila njihet në përkrejt Kosovë dhe jashtë Kosove, që ka qenë një ndër pasulat më të mira, edhe ajo tash ka ra nivel shumë të ulët, edhe e treta me blegtoria.